Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku shkon shpirti pasi të vdes njeriu? A është obligim ushtari o pyetja e parë se pas ka plot. Xhamot, edhe kur e kemi shpirtin na me vete tash kur s'kemi vdek hala se dim ku është. Çështja e shpirtit është një mshat e Allahut për të cilën ai tha në Kur'anin e Kerim: "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi, wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila." Të pyesin ti për shpirtin, thuaj s'di gjë, se shpirti është çështje e mshat për të cilën vetëm Allahu xhalla xhelalu din. Ku shkon ai mas të vdesë njeriu? Kan thonë në mos shkon në atë vend ku ka qenë. Në cilin vend ka qenë para orë njeriu, është për neve vend i panjohur. Po ne e dim se sipas disa haditheve, shpirti i njeriu kthehet te vorri prap, kur të vorroset njeriu do ta lëm në vet, t'ia hullmi dhëvin, kthehet prap te ai për me shiu azabin e vorrit apo knafsitë e atij. Prap ai njeriu nuk ka gjallë për shkak se jeta e vorrit i ka zakonet e veta, nuk i ngjajnë zakonit kësaj jete. Njeriu jeton 4 jeta gjithsej. Tut 4 jetat ligjet Laçaveçi kanë xhamotin ndershëm. Në barkun e nonës jeton një jetë është i gjallë, nuk i ngjan kësaj jetën as kemi na. Me qira kushte. Jeton në botë derisa të vdesë, nuk i ngjan asaj në barkun e nonës. Jeton në varr derisa të çohet para Allahut, nuk i ngjan këtive dijave, edhe jeton në ahiret në xhennet, nuk i ngjan as këtive të trijave që kanë kaluar përpara. Por atë shkak një gjallë na pyeti një herë, në vitin 90. Tha masi se në xhennet kishte hurma që shkam lexuar në Kur'an. Në xhennet kishte bostan që shkam lexuar, në xhennet kishte rrosh që shkam lexuar, në xhennet kishte lumej. Po, pse pe prish Allahu këtë botë pra masi janë këto gjëra atje. Edhe këtu janë. Pra ju përgjigjem atij shkurt dhe juve hala më shkurt këtu se kemi shumë pyetje. Thon këto tonat i rrëmen breshni e ta gjejt asnjëherë.